Më 17 nëntor 2019 minatorët e Bulqizës shpallën krijimin e sindikatës së tyre, sepse Konfederata e Sindikatave nuk u mbron interesat, nga që presidenti Kol Nikollaj është shitur te ish koncesionarët apo koncesionarët prej të cilëve ka marrë miliona lek për të mos i mbrojtur e për të çuar protestat. E vërteta sipas denuncimeve të bëra shpesh në polici e prokurori nga sindikalistët është kjo: Kol Nikollaj i sindikatave bën presione ndaj punëdhënësve dhe pazare me ata që pranojnë për të marrë miliona lek që i fut në xhepin e tij. Pazar financiar kundër interesave të punëtorëve, zuzari Kol Nikollaj ka bërë me drejtuesit e bankers, fakt që e dëshmoi protesta e naftëtarëve në muajin tetor 2025, por edhe me drejtorët e Alpetrole, pronar të 20 firmave të naftës e gazit në Fier, Patos, Ballsh, Vlorë dhe Delvi. Badakçiu i pafe Kol Nikollaj që përdor zotin kundër koncesionarit turk Tete Albania, nga që i refuzoi pazaret e pista. Të njëjtën skem presioni e pazari për të zhvatur miliona xhambazi Kol Nikollaj i veshur me lëkurë sindikalisti tentoi ta bënte me drejtuesit e kompanisë koncesionare turke Tete Albania me aktivitet minerar në Spaç, por ata ja refuzuan dhe e përzun duke i thyer të rinjt. Por pasi drejtuesit e kompanisë refuzuan pazarin e Kol Nikollajt, ky filloi presionet duke sajuar një protestë, madje duke folur edhe në emër të zotit me qëllim për të penguar dhe dëmtuar aktivitetin ekonomik të kompanisë. Drejtori i kompanisë turke Tete Albania, Xhem Koray Vakçi, deklaroi publikisht, por edhe para institucioneve shqiptare, se nuk është kundër protestës së minatorëve, por sipas ligjit për dialog duhet një përfaqësim sindikal partnerial, të cilin Konfederata e Kol Nikollës dhe vetë ai nuk e ka. Kompania nuk është kundër sindikatave. Ne kërkojmë të jemi në rregull me ligjin, me procedurat dhe me përfaqësimin. Ndërsa minatorët dhe punonësit e kësaj kompanie tashmë e kanë mësuar të vërtetën që u përdorën nga Kol Nikollaj për qëllimet e tij të pista, pasi drejtuesit turq refuzuan pazaret kundër interesave të punëtorëve. Dyfytërsia e Kolës dhe sindikatës së tij përballë milionave. Kol Nikollaj sindikatës, të cilën vetë punëtorët e quajnë merr çeqet dhe nuk thot asnjë fjalë për 110 firma kromi në Bulqiz, Burrel, Tropoj, Hase Kukës, të cilat ushtrojnë aktivitet jashtë çdo kushti teknik sigurie në punë dhe i shfrytëzojnë minatorët si sklever. Sepse Kol Nikollaj shpërblehet nga pronarët, fakti denoncuar nga minatorët, të cilët thonë se çdo muaj ai merr pagë ilegale nga secili, prandaj hesht edhe kur plagosen e vriten minator. 3 vilat luksoze në Himar, Lalez e Kavaj, suita 220 m2 në Tiranë, jeta luksoze, qejfet dhe udhëtimet e shumta që Kol Nikollaj bën brenda dhe jashtë Shqipërisë, i shoqëruar nga sindikalistja e tij, kanë burim milionat që zhvat nga pronat e sindikatës dhe nga bizneset për të garantuar mosfillim dhe shuarje protestash. Ndërsa në shërbimet publike si arsimi, shëndetësia, Posta Shqiptare, Kesh, OSHE, Alpetrol dhe ujësjellsat, Kol Nikollaj manipulon, braktis dhe i shuan protestat në këmbim të punësimeve me para, sekserizimit dhe përfitimit të lejeve të ndërtimit dhe licencave, siç është rasti i përfitimit koncesionit për 2 hecet e tij në Mirdit.